Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë. Banka Botërore në raportin e saj më të fundit për Maqedoninë ka paraqitur të dhëna alarmante dhe shkatërruese për gjendjen ekonomike të vendit. Ky raport nuk është një dokument teknik, por një pasqyrë e përditshmërisë nga gjysma e dytë e vitit aktual. Rritje e çmimeve, shkatërimi i standardeve të jetesës, heqje dorë nga plani për rritjen e pagave, ekonomia jonë është në rënje të lirë. Në vend të rritjes së pritur ekonomike prej 2.5% për këtë vit, sipas Bankës Botërore, do ta përfundojmë me vetëm 1.8% rritje të bruto prodhimit vendor, një sinjal i qartë që politikat ekonomike e VMRO-DPM-s janë plotësisht të pasuksesshme. Ekonomia jonë është në shtratin e vdekjes. Në raport qartë vihet re se arsyeja kryesore për këtë rënje është qasja e ngrohtë e ftohtë ndaj realizimit të projekteve kryesore infrastrukturore, korridore 8 dhe 10D, të cilët duhet të sillnin përfitime ekonomike, por VMRO-DPM këto i mban në letër. Në vend që të ecin përpara, qeveria ka lejuar që këto projekte të mbesin të bllokuara, gjë që ka pasoja katastrofale për bruto prodhimin vendor. Për më tepër, ndërsa dëgjojmë premtime të mëdha për investime në sektorin e energjisë, sipas Bankës Botërore, këtu po grumbullohen probleme që përbën një rrezik real për të përshpejtuar rënjen ekonomike. Banka Botërore gjithashtu thekson edhe rritjen e çmimeve, ritmin e ngadaltë të investimeve publike, por asgjë nga kjo nuk duhet të jetë justifikim për mosveprimin e qeverisë. VMRO-DPM nuk arriti të zbatojë masat që të mbronin qytetarët nga këto goditje. Në këtë situatë, drita në fund të tunelit sipas Bankës Botërore mund të jetë vetëm plani për rritje i Bashkimit Evropian, i cili së bashku me masat tashmë të vendosura për rritjen e pagave dhe mbështetjen e kompanive, vendase dhe të huaja, mund të sjellë një impuls pozitiv në ekonominë maqedonase. Kjo është rruga që duhet të ndjejmë. Rruga drejt Evropës, drejt stabilitetit dhe modernizimit. Në fund të vitit, deficiti fiskal do të arrijë 4.9%. Ndërsa borxhi publik do të rritet në një përqindje shqetësuese prej 63.5% të bruto prodhimit vendor. Me huane re të shpallur prej 500 milion euro nga Hungaria, mund të presim që borxhi publik të afrohet në 70%. Një rrugë që të çon në katastrofë ekonomike, krijohet një borxh që ekonomia nuk ka kapacitet të mbështesë përmes krijimit të vlerave të reja. Norma e interesit prej 3.25% e lavdrua as shumë nga qeveria është më e lartë se rritja e pritshme të bruto prodhimit vendor për 1.45%. Kjo do të thotë që ardhmja e fëmijëve tanë po shitet në 4 sy, dhe ata do të paguajnë këtë barë ekonomike për shumë vite të tëra. Të nderuar, qeveria nuk mund të kontrollojë situatën. Njerëzit mezi po përvallojnë muajin. Shpenzimet e jetesës vazhdojnë të rriten. Me më shumë para blihet më pak. Çmimet e produkteve ushqimore bazë vetëm në shtator janë rritur për 717 denar. Për herë të parë, pas 7 vitesh, rritje të vazhdueshme, paga mesatare është ulur me 1.000 denar. Nuk duhet të harrojmë që edhe masat e qeverisë për kufizimin e marzhit në një pjesë të vogël të produkteve ushqimore janë një dishtim absolut. Ekonomia mund dhe duhet të rikuperohet, por për këtë nevojitet një qeveri që di si të menaxhojë burimet e shtetit, që është transparente dhe që do të mbrojë interesat e të gjithë qytetarëve e jo interesat e një pakice të privilegjuar. Raporti më i fundit i Bankës Botërore është një dëshmi e qartë e rezultateve katastrofike të qeverisjes së drejtuar nga VMRO-DPM, e cila është vetëm 4 muaj në pushtet. Politikat e tyre ekonomike të cilit i paraqiten si zgjidhje për të gjitha problemet u treguan një dështim total. Ju falenderit.